Godinat e amortizuara në periferi të Korçës prej vitesh përveç imazhit negativ që i japin qytetit, me sa duket përmbajnë edhe një anë pozitive, siç është shfrytëzimi i tyre për skrap nga ana e banorëve si një formë mbijetese. Një ndër këto godina është dhe kjo që shihni në pamje, e cila për shkak të amortizimit të hershëm është kthyer në një gërmadh. Shembja e saj ka bërë që disa banorë të zonës ta shfrytëzojnë duke shkëputur prej saj hekurishtat përbërëse dhe më pas t'i tregtojnë për të përfituar disa të ardhura. Banorët thonë se për shkak të papunësisë janë të detyruar të zhyten në rënojat e kësaj godine, ndonse rrezikojnë jetët e tyre së bashku me fëmijët. Duke nxjerrë ekra për të jetuar. Po të kishte punë nuk u vinim këtu. Po 3.000 leka fitojnë. Sa të çojmë 3.000 leka në shtëpi. Papunësia që na detyron. Po çfarë fitojmë me këto? Më shumë lodhemi sa fitojmë. Po ku pa punë, po të dalë një punë punojmë çfarë. Godinat e amortizuara janë të shumta në qytetin e Korçës, ndërsa kjo ndërtesë që dikur shërbente për banim u shem mbrëmjen e së premtës si pasojë e amortizimit të saj.